Njeriu i fortë është ai që ruan durimin. Nga Ebu Hurajra, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, transmetohet se profeti, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: nuk është i fortë ai që mund të rrëzojë të tjerët në përleshje fizike, por i fortë është ai që mund të kontrollojë veten kur zemërohet. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, shpjegoi se forca e vërtetë nuk është forca fizike, dhe i fortë nuk është ai që mund të tjerët fizikisht, por i fortë në të vërtetë është ai që e kontrollon dhe e sundon veten kur zemërohet. Vlera e lartë e virtytit të maturisë dhe kontrollit të vetes kur zemërohemi është një nga virtytet që Islami ka lëvduar. Lufta me veten kur zemërohemi është më e vështirë se lufta fizike me kundërshtarin. Fuqia e kontrollit të vetes është më e lëvdueshme se fuqia fizike. Islami ndryshoi konceptin e forcës së trashëguar prej kohës para islame, ku më i forti sipas Islamit është ai që kontrollon veten e jo ai që i mund kundërshtaret fizikisht. Zemrimi, nëse nuk kontrollohet, bën që njeriu të abuzojë me fuqinë e tij fizike, duke dhunuar dhe dëmtuar më të dobtit.